Dhe gëzimi vëllezër motra të nderuara është më i madh kur ne mblidhemi në Kurban Bayram. Por Kurban Bayrami ka një moment që neve sot si musliman na bën pak me turp. Çka ka Kurban Bayrami për të na bërë me turp neve? Gjithë secili me drejtë do ma thotë çka ka për turp? Për turp është vetëm një moment. Se Kurban Bayram do thotë Ibrahim alayhis salam. Kurban Bayram do thotë Ibrahim alayhis salam. Profeti i madh, gjigandi i madh, babai i profetëve, atë që lavdëroi me një formë të mahnisme Kurani famlar o Ibrahimen ledhi wafa, dhe Ibrahimi që i plotësoi gjithmonë premtimet, do të kur filita e Ibrahime, innehu kana siddiqan nabiyya, kujtojmë këtë Kurani Ibrahimi ishte i sinqert dhe ishte profet i madh. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Kur i tha Zoti i gjithësisë, "O musliman Ibrahim, dorëzohu ke Zoti i gjithësisë, ai jam dorëzuar Zotit botrave." Po ta shikosh me vëmendje se si Zoti i gjithësisë i drejtohet profetit Ibrahim, do të gjesh perla të mëdha, do të gjesh një njerëz të përqendruar fuqishëm me mendje, me vizion, me mençuri, me shpirt dhe me zemër rrugën e fuqishme. Kjo na bën pak më turp. Se Ibrahimi alayhis salam, o ju begatofti madh i Zot, është pasqyrë për ne. Kur e shikojmë veten pasqyrën e Ibrahimit alayhis salam, që e mori djalin dhe se pati problem ta sakrifikoi. Dhe neve sot e kemi problem madh që edukojmë fëmijët, ne bëhemi pak me turp. Kur shikojmë gigantin e madh profecisë hyjnore Ibrahimin alayhis salam që filloi në shkretirën e Mekës ndërtoi një xhami, ne sot musliman nuk po japim për xhami dhe s'po i respektojmë xhamia kur shkojmë aty. Apo kur shikojmë profetin alayhis salam që i ktheu xhamia në mjetin e civilizimit të islamit dhe diturisë hyjnore, ne sot bëhemi me turp nga profetët e mëdhenj. Kush na jep motiv, kush na jep neve mirësi, kush na bën neve optimist. Optimist na bën sepse të paktën me emrin e të madhit të Zotit ne jemi besimtarë në të. Me emrin e të madhit të Zotit ne kemi pranuar Islamin me konsciencë dhe me dëshirë. Kjo vëllezër dhe motra të nderuara, ju begatofti madhi Zot na bën neve krenar dhe neve sot më shumë se kur. Sot më shumë se kur. Unë që po flas, ju që po më dëgjoni dhe kushdo që do ta dëgjoj, ne më shumë se kur sot do të ngrem zërin për të treguar që ti je musliman, do të thotë analogjia e saj është ti je i nderuar. Që të thosh jam musliman do të thotë që je i bekuar. Që ti je musliman ose muslimane do të thotë ti je i lavdëruar ose e lavdëruar. Që ti je musliman dhe muslimane do të thotë i bitur ose e bitur. Ti je musliman do të thotë ti je i mençur, ti je i moralshëm, ti je i pastër, ti je i sinqert, ti je i drejtë, ta duash pa dënë, ta respektosh bashkëshortet, ti nuk je fëmijë, ti je fëmijë. Ti je i hapur me njerëzit, i pushjetur me njerëzit, ti je njeri mbi të gjitha dhe ti je ashtu siç tha Kurani famlar, do imme ke danda nuk të radhim. Ti profet veçohesh nga gjithë bota në një gjë të lartë, ti ke moral të madh, ke sjellje të madhe, ti je njeri i madh. Shumë faleminderit. Sa njerëz ngelen drejt. Pse larg Kuranit, ngeli vogël. Se njofte Muhammed Mustafa në pishtarin e mas moralit, ngeli vogël. Se njofte mjaltin e Kuranit, qoftë në këndim, qoftë në shpjegim, qoftë në kuptim, qoftë në praktik, ngeli vogël. Mu ta mbash veten si i madh, nuk e gënjy veten. Se vetëm një është i madh në gjithë ekzistencën, sunduesi i madh Allahu xhaleshan. Kurse të gjithë tjerët janë të vegjël. Kush lidhet me të madhin, kur themi Allahu i për këtë do thotë, ai është më i madh se çdo gjë dhe gjithë janë të vegjël. A do të bëhesh i madh? A do të bëhesh i përjetshëm? A do të bëhesh një i lartë? A do të bëhesh fisnik? A do të bëhesh me prioritet, me vizion, me kuptim, me mençuri, të rrjedhë zemra, dashuri dhe ambëlsi dhe lumturi dhe eksa t'ja për shpirt dhe mas t'ja për shpirt. Lidhu me të madhin, bëhesh i madh. U largove nga i madhi, jeni i vogël. Qartë. Është e hapur kjo në Islam, është e kuptueshme. Gjithë secili që lexon pak rreshta nga Islami i bukur, deri në këtë konkluzion. Apo festojmë ne këto ditë Kurban Bayram, as i vlerësve. Si s'ka vlerë Kurban Bayrami? Kurban Bayrami na kanë thonë xhallarët e nderuar i begatok Zoti i gjithësisë që është gjë e lartë, është i Kurban ka shpërblim. Ai di kur nuk merr formë Kurban Bayrami? Kur ti mas Kurban Bayrami ditëve të saj, ti nuk je më musliman i mirë. Ti nuk je më musliman i mirë, ti je më besimtar i mirë dhe ti je më besimtar i mirë, sepse Kurani famlar nuk thon Kur'an, bëni musliman mirë 4 ditë Kurban Bayramit, po thjesht sunduesi gjithësisë ta bëni mirë derisa të fillojë shpirti. Është musliman.
Qose Kurban Bajram ne rikujtojmë disa nga ngjarjet e mëdha të profetit Ibrahim a.s. Nuk do thotë gjë që sot që mbyllet Kurban Bajrami dhe pastaj kthehemi ku larg Zotit dhe afër shejtanit, larg veprës mirë dhe afër veprës keqe, larg virtytit dhe afër vesit, çfarë na vlen Kurban Bajrami pastaj? 3 ditë, 4 ditë me Zotin e gjithësisë dhe gjithë ditët e tjera me shejtanin e mallkuar. Ajo që na mëson kjo fe madhështore, na thot nga fillimi deri në fund, me sinqeritet dhe me mençuri, me bukurit kuptimit njerëzor dhe me vepra konkrete, na thot i madhi sot bëuni njerëz të mirë.